Partia është e optimistëve, tha Berisha, ndërkohë që kush ka për të ikur, le të iki. Është e kuptueshme që për një burr në moshën e tij të kesh këtë optimizëm edhe me këto çështje penale që kemi krye, sigurisht në aspektin vetjak është pozitive, por e parë në një analizë të gjerë për sa i përket interesit të përgjithshëm të demokratëve dhe të opozitarëve, kjo është një shqetësim mjaft i madh. Nëpërmjet deklaratës së tij, pavarësisht se nuk i përmendi me emra, Sali Berisha sigurisht i referohet deklaratës së një dite më parë të Andi Mustafait, një i ri mjaft premtues në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, ish drejtuesi i Brain Gain, i cili nëpërmjet një shkrimi të gjatë një natë më parë ka analizuar atë se çfarë po shkon keq në Partinë Demokratike, madje duke theksuar se Partia Demokratike me Sali Berisha dhe me të gjithë ata që janë rreth e rrotull tij, duket sikur po bëjnë lojën e Partisë Socialiste dhe po veprojnë pikërisht ashtu siç Partia Socialiste do. Pas Mustafait, mëngjesin e ditës së sotme ka qenë deputeti i Vlorës Bujar Leska, i cili ka njoftuar largimin nga drejtimi i qarkut të Vlorës, ndërkohë nëpërmjet një shkrimi tjetër të gjatë ai ka analizuar pikërisht problematikën, duke dhënë edhe mendimin e tij se si Partia Demokratike në momentin dhe në situatën në cilën është duhet të dalë nga ky ngërsh i madh. Pas Bujar Leskajt ka qenë radha e Adriana Kalas, një ndër mbrojtësit e zjarrta të Sali Berishës gjatë kësaj periudhe, e cila ka njoftuar dorëheqjen e parevokueshme nga çdo pozicion drejtues në Partinë Demokratike. Pra duket sikur dita e sotme ka qenë e mbushur me dorëheqjen e Partinë Demokratike. Të gjitha këto vijnë vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve të pjesshme lokale të 9 nëntorit. Për te optimizmit të tij, realiteti në cilin ndodhet Partia Demokratike dhe krejt opozita shqiptare fatkeqësisht flet më shumë se çdo lloj optimizmi i një burri në moshë si Sali Berisha.